Ky është momenti kur opozita ja ka marrë inati Albin Shqiptaris. Pas këtij ligji, qeveria Kurti, qeveria miraton projekt ligjin për byron e konfiskimit të pasurisë. Pasuria e vjedhur do t'u kthehet qytetarëve dhe shtetit. Që populli dashur, cili është problemi që opozita dashti me çu vendin në zgjedhje. Edhe disa qytetarë të cilët vinë më komentojnë me Facebooka, TikToka e Instagrama falcë edhe para 28 dhjetorit e një pat qaravesh, po ja u kallëzun venin. Edhe kësaj here besën e keni që kina mja u kallëzu venin. 60 ka me konë përqinja me madhe që ka mu mojtë men se njeri a pet ma i votumin shqiptari. S'kina mi u lanë mo me vjedhe vla. Ne keni marri nin, unë për veti kam 24 vjetë ma keni marri nin. A tipi ati është milioner, unë nuk jam milioner. Unë do të më quët 12 orë me punu e për një rrugë. Aja të shko një shrem komt, sepse baba i vetë ka vjedhën shtetë Kosovës, ka vjedhën popull Kosovës. Ju përdojnë apet me kop shtetin, jo vallahin e madhë, vallahin s'keni me kop ma. Mija jem nuk kam rrit qysh jam rrit unë valla. Unë që tash i kum bo kushtet, mu me thonë mesatare, mi mesatare pak. Se ma herët nuk i kum pas kushtet, shiri që ty në senëv, se e keni lonë rrugën me 200 euro. E familja jem nuk ka pas kushte atëhere, shiri uvë coftina. E prandaj, amoni ju koft, populli dashur, kujtoni këto sene, sepse shiri që ty në senëv, populli jo në shto e hongë. Shiri që ty në coftinov, populli jem nuk pëmonet me pas në njëri denjë qysh është Albin Shqiptaria. E prandaj, këfjellno, amoni ju koft, kur shkoni të kutije e zxedhjov, qit një votën këti njërit. Sepse e ardhmja jonë, e ardhmja e fmive tonë, fmive të mi, kur t'vje koha me i pas, ka me konë me sigurt me konë kë kriministër.